Federata Shqiptare e Boksit ka planifikuar që në fundjavë në Pallatin e Sportit Ramazanjala të Durrësit të zhvillon ndeshjet e kampionatit kombëtar për të rritur. Vllaznia drejtuar nga Zev Gjoni ka ditë që përgatitet për këtë veprimtari që është më e rëndësishmja për sportin e boksit në 2025-ën, edhe pse në formacionin bazë ka dy mungesa të rëndësishme të kampionëve që nuk mund të konkurrojnë për arsye shëndetësore. Vllaznia, e cila mban rekordin me 26 tituj, synon të fitojë trofeun e rallës, por për ta realizuar një gjë të tillë, trajneri Zev Gjoni kërkon edhe mbështetjen e bashkisë në aspektin financiar. Në historinë e boksit Shkodrës që në vitin 92 nuk kena pas më problem ekipin se sa kësaj rrallë. Ndemdime dy boksera, vitit ka luajtur dy kampione si mjetë nuk janë për arsye shëndetësore dhe nuk kanë pas mundën që në bashkojnë ekipit. Prandaj që janë me emra, mund të theksojmë? Pesha 50 kg edhe pesha 90 kg. Kampionet e vjetëm sot nuk i bashkojnë ekipit tonë për kampionat, sepse arsyena shëndetësore janë operuar dhe nuk kanë mundësi. Pra është një minus i madh për ekipin tonë, ne jena mundu me gjitha forcët, na është premtu i morë parasysh sepse në këtë periudhë hotelet janë shumë shtrejta, na premtu te bashkia disha, nuk dim, s'na kthyja si përgjigje. Në thonë drejtë na kena gjetë një mënyrë për disa gjëra me pagu hotelet, qyshta me qu atë, me i përndëtu hotelet, me qu një pjesë lekve. Ashtë marë me thonë kujna kemi marë pare bërshë. Për të realizu dëshirën e boksierëve që kanë servit gjithë vitin për këtë moment. Për të fitu titull, me fitu trajtiv, me fitu shpërblimet. Ne jena mobilizu, kampionati është shumë i fortë, studenti Tirana pretendojnë Durrësi, po aty edhe gjithmonë si gjithmonë Flora është pretendente. Duke folur për emrat e formacionit që do të boksojnë në Durrës në kampionatin kombëtar, Gjoni veçon njërin prej tyre, Bekim Vjerdhën, që do të sakrifikojë për të konkuruar në peshat e rënda, 2 pesha më shumë se aktualja e tij. Dini, Kajoshi, Haxhillari, Bekim Vjerdhë për hatet e ekipit, se ra është i bën një sakrifis të papame për ekipin. Pra, që pas janë shumë mirë të që pas sforcohet për me lëviz peshën shumë. Pra ne a i ka me kënë kyçi i kampionatit, a i ka Joshi dhe Dini. Prap të shkojnë për titull. Këta janë të shqipt, shpenzimet janë të mëdha.